Mirëmbrëma Xhiro me Syqin. Sonte do të flasim për protestën që do të bëhet sot dhe gjithashtu do të flasim për zgjedhjet Kosovë dhe sa po i kushtojnë Kosovës këto zgjedhje, si nga ana financiare, si me partnerët ndërkombëtar. Gjithashtu do të flasim dhe për parlamentin shqiptar, që tashmë u bë 1 muaj që ka filluar dhe nuk kemi asgjë të re, vetëm se përsëritet ajo e vjetra tallavaja e parlamentit, por gjithmonë me nivele më të ulta nga parlamentet e mëparshme. Në vend që të vi duke u rregullu, po vjet duke ra. Për këtë kemi të ftuar sonte presidentin Bamir Topi. Zoti president, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Zoti Topi, si e shikoni protestën sot, në një kohë që për këtë protest kemi një përplasje brenda politikës shqiptare, një përplasje brenda në Kosovë dhe një përplasje midis Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë nuk më të them që janë të ngrira, po janë deri armiqësore, më të them, midis liderëve politik. Si është e mundur të arrijmë në këtë pikë në një kohë që duhet kishim bashkëpunim dhe të vepronin së këmbë, në një kohë që të gjitha palët flasim për bashkim kombëtar, në emër të kombit, në emër të kësaj, në një kohë që ne po shkojmë gjithmonë më keq dhe kjo fatkeqësisht është historia jonë. Atëherë, duhet të ndajmë 2 momente që janë shumë të rëndësishme. Momenti i parë është e drejta dhe nevoja për me pas një tubim sikurse është njoftuar. Dhe e dyta, për të konfirmuar edhe një herë që politika ka mrena shumë hipokrizi. Pra janë 2 element që në funksion të një evenimenti duhet i ndajmë në mënyrë të dukshme. Pra tubimi i parlemëruar është mos i nevojshëm, mos i rëndësishëm, sepse është një ndjesi popullore. Dhe janë ftuar, jo pa qëllim, janë ftuar qytetarët, janë të pjesë e këtij tubimi, nga Shqipëria, nga Kosova, nga viset shqiptare në të gjitha shtetet e Ballkanit, por edhe nga diaspora. Pra çdo njeri ka atë momentin për të demonstruar së bashku me tjerët që është pjesë e një tubimi për një padrejtësi që po bëhet ndaj përfaqësuesve të ushtrisë qendrore të Kosovës. Madje ka shumë zëra të rëndësishëm të nivel botëror që vijnë edhe nga administrata të rëndësishme, që ky është një proces që ka kaluar çdo lloj limiti. Pra, me këtë nuk do të thotë që ne futemi në të drejtën dhe jurisdiksionin e strukturave të drejtësisë, por ka një vokacion popullor që është praktikisht shumë i shqetësuar lidhur me tejkalimin e limiteve. Dhe dyta që është shumë e rëndësishme është pastaj që duke pas në konsiderat se çka ka ndodhur në Kosovë në kohën e Miloševićit dhe të gjitha ngjarjet që kanë shoqëruar ish Jugosllavinë, patjetër duket sikur më shumë janë duke marrë me këtë pjesë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kështu që unë mendoj që është një drejtë absolutisht e ligjshme e qytetarëve për të organizuar, për të demonstruar, për të dhënë sinjale në distancë. Pjesa pastaj që ka të bëjë me politikën, nuk më habit. Nuk më habit sepse politika ka mbrena në shumë raste të kësaj natyre ka shumë hipokrizi. Ka shumë kalkulime të natyrës politike. Am leverdis të shfaqen hipokrizi apo interesa klanore. Ka hipokrizi që luhet pastaj mbi bazën e interesave politike. Ose klanore. I lem klanore dhe janë interesa politike. Dhe secili unë boll kam pas përplasjet e mia, nuk kam nërmend t'i citoj me emra, por du të jap një panoramë si e shikoj unë.
që është përplasja e radhës ku në fund fare janë interesat politike. Mbrapa. Për sa i përket pastaj historisë angazhimit të gjithë secilit, unë mbaj mend shumë mirë që më datën 22 shtator të vitit 2022, që i bie praktikisht 3 vite diçka, më shumë, së bashku me ish presidentët Mejdani dhe Mojsiu, me zotin Pacolli dhe me zotin Majko, kemi udhëtuar dhe kemi takuar 4 personazhet që sot ndodhen në Hag. Pra, kanë kaluar 3 vite dhe është pak a shumë e njëjta situatë. Atje jemi informuar, kemi ndarë takime të veçanta për 2 orë me secilin prej tyre, që do thotë janë konsumuar 8 orë sipas protokollit për të komunikuar, për t'i parë si është gjendja e tyre, shqetësimet e tyre, si po shkon procesi. Ne jemi pritur atje në një protokoll jashtëzakonisht të fortë dhe në mënyrë shumë të sjellshme. Absolutisht. Kushtet ato i kishin praktikisht i kishin gjitha kushtet, por nuk kanë lirinë. Nuk kanë lirinë. Dhe tani problemi nuk është thjesht izolimi i tyre, problemi është ke drejtësia e kauzës. Dhe unë uroj që ky tubim të japi sinjale pozitive. Pra drejtësia të bëhet, po të bëhet mbi bazën e realitetit. Çka ka ndodhur? E para dhe e dyta, të mos ketë interferime politike për të lënë viktimën që të shndërrohet edhe një herë në viktimë dhe për të lënë xhelatin dhe agresorin të jetë i qetë në ambicjet e veta politike, duke qenë edhe në strukturat më të larta të shtetit. A mendon Bamir se ka ardhur pikërisht kjo që thatë ju, që mbas kaq vjetësh, në një kohë që në vitin 99 Serbia u damkos dhe u ndëshkua nga e gjithë bota, nga një koalicion i madh për agresionin, për spastrimin etnik, tashmë pas kaq vjetësh, duke pas dhe parasysh dhe deklaratat e ambasadorëve, siç ishte ambasadori amerikan që tha, që ka qenë në atë kohë në Kosovë, që tha bëm gabim që i dham pavarësinë Kosovës, a mendon se është pikërisht politika e Kosovës në radhë parë dhe politika jonë kombëtare në rrafsh kombëtar në të gjithë pjesët ku jetojnë shqiptarët, përfshi dhe shtetin shqiptar, që e sollën këtë gjendje që agresori dhe ata që bën spastrimin etnik gati po bëhen viktimë dhe ne po largohemi gjithmonë duke u blloku nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u blloku fondet dhe gjithçka. Domethënë jemi në një kohë izolimi ku marrëdhëniet me Shqipërinë dhe Kosovës janë si në kohën e Enver Hoxhës. Atëherë, unë kam qenë në Kosovë në vizitën e parë zyrtare si president. Më datën 25, 26, 27 janar të vitit 2008. Memorien time këto data janë. Dhe pavarësia e Kosovës ka ardhur 2-3 javë mbrapa, më 17 shkurt të vitit 2008. Madje në atë interesim të madh të medias më është bërë një pyetje. Mos jeni ju lajmtari i pavarësisë? Sigurisht është një pyetje befasuese, një pyetje jo e thjeshtë për të marrë një përgjigje. Po ju kishin. Po natyrisht, sepse natyrisht kishin dhëna, por nuk ishin të saksuara, sepse kishte 2-3 opsione për sa i përket datave. Unë i kam thënë këtë përgjigje, që unë kam ardhur këtu si president i Shqipërisë me ftesë zyrtare zotë Sejdiu, në një vizitë shumë të rëndësishme për mua dhe për kombin në tërësi, por duke bërë një analizë logjike, kam thonë që nëse njëherë historia e pavarësisë Kosovës nuk diskutohet fare, pastaj me kohë filloi të diskutohet, pastaj u fut në agjendë, ka qenë një çështje vitesh, çështje muajsh, çështje ditësh,
Dhe në kuptimin metaforik thash tani është çështje orësh. Dhe në fakt ashtu ndodhi. Në kuptimin kohor, orët brenda 2-3 javë për një moment historik nuk janë asgjë. Kështu që e kam ndjerë këtë lloj atmosfere dhe kam ndjerë që në atë kohë kishte një seriozitet, një dëshirë të strukturave, të shtetit, të shoqërisë dhe në vijim pastaj 2008-2009 kur gjërat erdhën shumë mirë për kombin shqiptar, kur ne morëm ftesë për NATO. Në vitin 2009 u futëm në NATO dhe ka qenë një moment që 23 javë para futjes NATO ndodhi Gërdeci. Nuk lidhesh me procesin, sepse procesi një imazh ishte. Procesi është politik, procesi është institucional, një aksident, ata e pan të arsyeshme që nuk mund të pengonte. Dakor, nuk ishte aksident mirë fillja. Sepse, nuk i futëm me asaj çështje, se është çështje e drejtësisë, nuk është çështje ime. Problemi është në kontekstin e këtij momenti historik, unë kam parë një lloj prekupacioni tek interlokutorët serb. Kur ne ishim në për takime të natyrës ballkanike dhe në një moment dikush pa e përmend emrin më thot: Zoti president, koha tani duket që flet për shqiptarët. Serb. Sigurisht për serb. Dhe natyrisht edhe ata po e perceptonin mirë këtë punë që koha po fliste për shqiptarët. Pse? Pavarësia, Shqipëria në NATO, rruga e Kosovës drejt NATO-s, pra dilte nevoja që Kosova të konsolidonte shtetin e vet. Të konsolidonte shtetin, të krijonte siguri, patjetër të ishin të kujdesshëm shumë në raportet politike, të bëshin pjesë e gjeopolitikës ballkanike, se deri në atë moment nuk ishin. Madje shpreh, domethënë shfrytëzoj këtë moment për të thonë që kam privilegjin që kam imponuar në mënyrë shumë pozitive kur presidenti Ivanov u zgjodh dhe do të inaugurohesh në parlamentin e Maqedonisë, kam marrë një telefonat direkt nga ai për të më ftuar. Unë i kam bërë një pyetje, presidenti se i di është i ftuar? Ai u ndje në vështirësi, tha nuk është i ftuar, kështu që në këto kushte i thash, nuk kam se viju. Pa e majmen, e kujtoj këtë. Në bisedë pastaj i kam vënë një kusht. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme. I kam thënë, nëse unë do të vi, duhet të marr publikisht fjalën nga ju, që ftesa e parë zyrtare për një kryetar shteti të jetë për zotin Sediu, dhe ashtu ndodhi. Dhe pastaj Kosova u bë pjesë e takimeve që unë fillova të organizoj. Takimi i parë është bërë në Vlorë në vitin 2009, ku merrte pjesë sigurisht Shqipëria, merrte pjesë Malizi, merrte Maqedonia në atë kohë, sot Maqedonia e Veriut, dhe për herë të parë merrte pjesë Kosova. Dhe pastaj me rotacion kalohesh në gjitha këto vende. Si e shohun Kosovën sot? Kosova sot nuk është më për fat keq në atë konsiderat që unë sa po shpreha. Ka shumë interesa natyrës politike dhe duket sikur interesat politike pastaj prevalojnë mbi interesa të mëdha që ka Kosova. Sepse Kosova dhe ne të gjithë shqiptarët duhet ta dimë shumë mirë. Dhe asnjëherë s'duhet ta heqim nga vëmendja. Pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa vendet e mëdha partnere, nuk do kishte Kosovë. Plotësisht dakord. Nuk do kishte Kosovë. Pra në momentin që ti e merr këtë benefit të jashtëzakonshëm për shoqërinë dhe historinë e Shqipërisë, edhe të kombit shqiptar, edhe të Kosovës, atëherë duhet të jesh jashtëzakonisht i vëmendshëm në këshillat e partnerëve. Po patjetër, sepse të kanë bërë me shtet. Ata kanë formuar. Pra, të hoqën
juridikisht të hoqen nga durët E Serbisë. e agresorëve. Pra, në këto kushte ne shikojmë që politika në Kosovë është bë multipolare. Nuk ka, është e segmentuar. Nuk ka zëra autoritare që të shkojnë në sinergjizëm, jo në antagonizëm, edhe në divergjenca. Sepse kjo përkthehet me njëherë në atë që ndodhi. Në shqetësimin që shpreh Shtetet e Bashkuara, në shqetësimin që shpreh Bashkimi Evropian, dhe në fund fare shqetësimet nuk janë thjesht natyrës politike dhe të moralit, por janë të natyrës ekonomike. Që fillon edhe të jep sanksione sepse ti nuk kooperon dhe nuk kooperon me interesat Ka të trashën të përfaqësues politik Kosovës. Shiko, Ka thonë kryeministri që nuk ka jo. Ose të dy gjona kam bëmi, unë kam drejtë bëj pyetjen. Domethënë, ose është shumë i trash dhe janë të trash ato që ndjekin këtë, ose pastaj kanë një qëllim tjetër për kë punojnë, se dy rrugë janë këtu. Se tash kjo është e qartë që ne po Kosova po humb terren dita ditës. Okej. Pra, unë nuk mund të them ta përdor këtë term që përdor ti, po do thënë nuk është inteligjente. Një sjellje ti. Po. Nuk është inteligjente. Gjithmonë keni qenë shkjum për etikë. Nuk është inteligjente. Dhe e dyta, kjo shkon për shtat me atë fizionomi që ka politika shqiptare në përgjithësi. Kur kam shku në një vizitë në Malzi, zyrtare, ishën praktikën time që takoj edhe përfaqësuesit e partive politike shqiptare. Dhe më mend që jemi takuar diku, u gjetë e arsyeshme që takimi të mos bësh në një mjedis institucional, por në një kafenet, pishim një kafe. Edhe më rezultoi që në 30 e sa mijë shqiptarë që kanë qenë të regjistru në Malin e Zi, kishte 7 parti politike. Dhe për ne thash fillim bisedës si kjo. Dhe e kisha më të vështirë që të sintonizojsha zërat fizik në tavolinë, përfituro pastaj për interesa. E njëjta gjë ndodh atje, e njëjta gjë ndodh këtu. E njëjta gjë në Kosovë. Dhe po kudo. E njëjta gjë në Maqedoni. Pra duket që një virus qarkullon. Pse ndodh kjo? Një virus qarkullon në hapësirën shqiptare në rajon. Pse ndodh kjo Bamir? Se na ka ndodhur historikisht. Pse ndodh kjo shqiptar? Ndoshta do ta them pse ndodh me mendimin tim. Se nëse jam gabim, serbët kanë 1000 probleme, grekët kanë 1000 probleme, por kur vjen puna për Greqinë dhe për interesat e Greqisë dhe të Serbisë, bëhen bashkë. Përse shqiptarët gjithmonë kanë bërë screw-up, s'po e them shqip. Kjo është situatë, shiko, kjo është një situatë vërtet shqetësuese. Unë nuk mund të them që është kështu si them unë, por është një lloj predispozicioni ku bën pjesë politika dhe kjo është pasaj hipotezë, unë nuk kam të dhënë, por në analizën time logjike them që midis këtij ambienti punojnë shumë edhe shërbime sekrete. Edhe kjo nuk ke pse e thu hipotezë, por kjo Jo, është shiko, fakt që unë- ne nuk duam ta themi. Shiko, jo, unë- Shërbimet sekrete serbe janë Maqedoni, janë në Kosovë Në dhe po- janë dhe në Shqipëri. Në pozicionin tim, unë nuk jo, mund të specifikoj. Jo, më jo. Por, kjo është një analizë politike, logjike, që them që këtu, në këtë hapësirë, jo vetëm për shkak të një historie që kanë pasur gjithë të vende, përfshi edhe ne, që ende ne s'kemi hap dosit. Do dalë dhe aty. Ne s'kemi hap dosit. Dhe këtu është kriju ideja që po hapet dosit, këtu bëhet ata. Asi gjë. Me që hapet do të Historia, të lutem, historia e dosjeve që unë po e përmend në këtë kontekst, është historia për të bërë profilaksin e vazhdimit të shërbimit në funksion të shtetit dhe të ardhmes. Jam plotësisht Pra, në rast se ti nuk bën një check-up të asaj që ka ndodhur, ti atëherë je i ekspozuar prap
dhe mos u habit se ti e di shumë mirë që zëra shumë publik në historinë e pluralizmit shqiptar kanë pas mas vetes histori shërbimi në shërbimet sekrete. Ti e di shumë mirë këtë histori. Jo, e di shumë mirë, ba mirë, edhe unë kam në rejtë dhe ti edhe ju e keni në rejtë dhe gjithë bashkë, por si ka mundësi 35 vjet akoma refuzojmë të hapim dosjet. Në një kohë, që i po të them është shumë e thjeshtë, unë e kam bërë këtë kërkesë, unë e bona, e mora, do të bëj dhe jo, për pos që kam dosjen dyja, unë mora dhe letrën që duhet ta marrë çdo politikan dhe çdo njeri publik, që është një A4 që thotë ke qenë apo s'ke qenë bashkëpunim me sigurimin e shtetit, ke pas apo s'ke pas privilegje nga sigurimi i shtetit. Përse këta politikanë që janë tash më të datëlindjes 68 e lartë, përse refuzojnë të shkojnë ta bëjnë këtë? Historia duhet bë me ligj. Si duhet bë me ligj? Si mas menimi, cili do që merr funksionet natyrës publike. Ke jam dakord. Dhe funksioni publik nuk është thjesht të merresh me politikë dhe thjesht administratë shtetit, por edhe në media. Edhe në media, sepse është instrumenti edhe në shoqërinë civile. Është instrumenti më i ndjeshëm i komunikimit publik. Ke plotësisht drejt. Me ligj duhet të jetë secili është i detyruar të shkojë të marrë dokumentin. Dhe sa për ta mbyllur këtë pjesë, që mos merrna, se mund merrna në herë tjetër. Po. Në vitin 2006, kur unë isha kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në pushtet. Dhe Pandeli Majko ishte kryetari i grupit parlamentar të opozitës, së bashku, duke ndarë këtë lloj shqetësimi, kemi përgatitur së bashku një projekt ligj. Dhe mbeti në parlament, nuk e diskutu. Pastaj unë kalova president dhe kur vjen një ligj që u rrëzon nga gjykata kushtetuese, ishte një ligj që nuk garantonte absolutisht, sepse kishin fut element të interesit politik dhe ideologjik, gjykata kushtetuese e rrëzoi poshtë. Kështu që jemi absolutisht në çdo kohë ne do flasim për këtë punë. Pra, si shoqëri, si media, do flasim. Pse? Sepse janë, praktikisht janë. Jo më është ajo nuk bëhet as sakmarrë asgjë që thotë për të bërë profilaksinë e kësaj shoqërie. Dhe në kontekstin e marrëdhënieve midis shqiptarëve në Ballkan, unë nuk e përjashtoj dhe interferencën e jo nuk e përjashtoj, po është. Po nuk e përjashtoj. Bamir, në Kosovë u bën zgjedhjet lokale. Kosova ka 7 muaj që nuk formon dot qeverinë. Dhe për këtë Kosova humb $2 milion në ditë nga buxheti, plus pastaj ato tjerat që Europa, Këshilli i Europës për fondet që e ka bllokuar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës së njërin tjetrën, bllokadën që i kanë bë. Si e shpjegon këtë? Ska është e pashpjegueshme, por në të njëjtën kohë shumë e shpjegueshme. Pra, e pashpjegueshme në kuptimin se si njerëzit përgjegjës për politikën dhe institucionet veprojnë në këtë mënyrë, dhe e shpjegueshme për shumë arsye që lidhen po prapë me politikën, me interesat e politikës, me kryenëqësi. Pra, shkojmë edhe herë tek ajo që thash. Këshillat duhet të dëgjohen. Dhe parimi është të këshilloj 1 herë, 2 herë, 3 herë, po janë shumë raste që janë këshilluar. Këto vazhdojnë në njëjtën rrugë. Pra, një vend kaq i vogël, Shqipëria është vend i vogël, Kosova vend akoma i vogël, në 10 km2. 10.000 km2. Shqipëria është 8.000 km2. Pra është praktikisht 1/3. Dhe ke kujdesin maksimal nga shteti më i fuqishëm botë. Absolutisht. Jo thjesht në çlirim, por edhe në rigjenerimin e shtetit. Modernizimin e shtetit, në ndihmat. Po duhet dëgjoj pra. A priori duhet dëgjoj. Arsyeja pse pastaj është vetë shoqëria e Kosovës që duhet të jetë jashtëzakonisht e informuar dhe motivuar për të kërkuar që ai vend duhet demonstrojë që është alat
Jo alat thjesht kur duhet të çlirohet. Pa. Po alat në çdo kohë dhe duhet ta bëj. Bamir, je dakord që në këtë situatë, zot mos ndodh kurrë, po të largohej një moment SBA dhe Bashkimi Evropian nga Edhe çështja e KFOR-i, po. Kosovës, edhe KFOR-i. Çfarë do të ndodhte te Kosova? Po s'ka ashtu dy janë pa bile edhe në këto kushte, janë pa inkursione të nacionalistëve dhe qarqeve serbe. A janë pa apo jo? Pikërisht për këtë ta bëna pyetjen. Pikërisht pra. Pa, a janë serbët që po morin avantazh në gjithë këtë situatë? Po. Serbët e shfrytëzojnë sepse kanë patjetër kanë interesat e tyre. Po më po të lynë interesat e vetë. Janë në qark shkurtër me Rusinë. Në çdo moment janë në qark të shkurtër. Pra në një farë mënyre çdo veprim që bën Serbia patjetër ka në bindjen time konsultimin me Rusinë. Kjo është lidhje e shkurtër. Dhe meqense ky është një territor shumë fragjil, atëherë kjo e bën shumë të rëndësishme këtë pjesë. Sepse Serbia në të njëjtën kohë ju keni parë që armatoset. Dhe është fuqia më e madhe ushtarake në Ballkan. Por unë them predispozicionin që ka. Se është predispozicion sui generis i Serbisë. Në çdo kohë kanë qenë agresor. Pra në këto kushte ne duhet jemi jashtëzakonisht të formatuar. Po ne a jemi të përgatitur me që përmendet armatimin? Kur ta kesh këtu kryeministrin në një bisedë me të, do e pyesësh. Unë nuk mund të flas shumë. Po Kosova është e përgatitur? Po sigurisht që ato janë në këtë proces. Por tash diferencat shiko, garancia e Kosovës janë ndërkombëtare. Janë ndërkombëtarët, janë në SBA-t. Po mirë, ju thot interesat politike që unë mendoj që ne akoma jemi në para politik, kemi partitë janë klane. Por këto, a mendojnë se edhe për këto interesa politike të partive të tyre po shkatërrojnë Kosovën dhe po shkatërrojnë dhe veten e tyre duke shkatërruar Kosovën? Egocentrizmi i liderëve shqiptar, ballkanik në përgjithësi është i njohur. Fillojnë bëhen të pazëvendësueshëm, bëhen njerëzit pra inteligjenca e tyre rritet me kalimin e kohës në pushtet, bëhen jashtëzakonisht inteligjentë, bile konkurrojnë me inteligjencën artificiale, në disa raste. Po, problemi është tek shoqëritë, jo tek lideri. Jam dakord. Jam plotësisht dakord. Ai lideri do të vijë, do prezantohet në zgjedhje. Ti që ke mundësinë të zgjedhësh, mos e zgjidh më. Atëherë për të thonë edhe të Lymallës me mill misri nuk bëhet frangjolle, thotë. Po, edhe kjo ka ndodhur mbas një humje katastrofike të Shqipërisë në Gjermani. Gjermani 8-0. Edhe kur erdhën këtu, i bon atë mbledhjen e famshme analizën edhe në fund fare se Lymalla ishte autoritet. I thonë tani çfarë do na thoni ju si trajner? Ju më dha tha mill misri edhe kërkoni nga unë tha bugruni. Ja nuk frangjolle, po. Frangjolle. Okej. Bamir, Parlamenti shqiptar tashmë opozita vazhdon me avazin e vjetër. Nuk e di si nuk arrit me që keni qenë dhe pjesëtarja saj opozite, po ka qenë krejt Nuk kam qenë edhe pjesëtarja saj majorancë. Majorancë, po të dyja. Me që ka pas krejt pamje tjetër, kur keni qenë kryetari i grupit parlamentar, qoftë në opozitë edhe në majorancë. Pra kishte edhe keni qenë i vetmi që asnjëherë nuk në debatet e atij parlamenti as nuk keni fyr dhe as nuk keni fyr nga opozita apo opozita asaj kohe. Pra keni marrë një status dhe një qëndrim civil. Sot kjo opozit, ose opozita djeshme, ka arrit kulmin. Dhe unë mendoj që arrin ta kuptojnë ato që me këtë mënyrë, me këtë retorik, ato vetëm po bjerën gjithmonë më poshtë, dhe në anën tjetër, pozita duhet sillet kështu, megjithse ka një majorancë absolute, sepse ato mbrëm ishan bisedë me njës, po ja përmend emrin nga këto opozitës, edhe tha që s'po na bën Edi Rama. Edi Rama atë punë thash ka. Me është katarru politikisht tash. Ju pse e lejoni veten me shku?
Spari do të thoya që parlamenti, kur unë kam qenë pjesë e atij institucioni, edhe kam qenë me një pozicion shumë interesant, kam qenë dhe kryetar grupi në opozit. Dhe kryetar grupin pozit. Dhe kryetar grupin pozit derisa unë shkova në presidencë. Jo, s'ka qenë kjo situatë. Ka pas debat shumë të fortë politik. Mund të thoja gjithçka duke ju përmbajt etikës, pra akuzat politike mund të ishin shumë të forta, por çështja e etikës komunikimit është shumë e rëndësishme. Ju flisni për veten tuaj, jo për gjithë grupin parlamentar. Grupi. Mëse Berisha dhe atëherë ka thonë. Shiko, Berisha është Berisha dhe nuk orientohet nga kryetari i grupit. Po. Unë nuk po diskutoj për kryetarin e partisë, unë po diskutoj për Grupin. frymën në parlament. Po, jo, ajo jam dakord. Dhe ti e di që ka 1000 mënyra që njeriu mund t'i thotë tjetrit maskara. 1000 mënyra. Ka direkt, siç e thuti. Dhe ka indirekt. Ka dhe indirekt, siç e po ta fut më fell. Po, këtë nuk e di. Po. Pra, problemi është që atje është parlament. Në rast se unë shoh parlamentin sot, që unë e shoh gjithmonë edhe më pak, s'kam arsye të shoh. Ja. Pra ka i shpreh ky vend, pra parlamenti të ofron ty pikërisht ato që ti s'ke nevojë. Po. Pse duan t'i krijoj vetes një stres duke pa ata që nuk provojnë asgjë për këtë vend. Dhe kjo është arsye që unë herë mbas here i përgjigjem pozitivisht ftesave me ardhmë me shku nëpër studio. Po ka dy aspekte. Një aspekt lidhet me sjelljen e opozitës, që duket që është një opozitë nervoze, i është largu kauzave që artikulohen në mënyrë elokuente nga njerëz elokuent. Ndoshta s'kan kaos? Duhet ta demonstrojnë. Por pjesa e mazhorancës, me aq sa unë shoh, ka shumë cinizëm mbrenda. Që vjen nga numrat? Nga numrat po dhe nga mënyra se si lideri i tyre e ka hedh si metodë sjellje, si mënyrë sjellje. Ka shumë cinizëm. Nuk ka pse të ketë mazhoranca cinizëm, duke përmend gjëra që s'duhet i përmendi. Edhe dyta, që është shumë e rëndësishme, parlamenti nuk ka shans që një deputet të kërkoj të flasë, dhe mos i jepet e drejta. Vetëm në këtë lloj parlamenti ndodh kjo histori. Por edhe këta nga krau tjetër duhet të dinë që minutazhi që përcaktohet duhet të respektohet. Unë kam qenë, sikur se thash, kryetar grupit dhe kam mbajtur qëndrime në emër të grupit. Kam pas gjithmonë 10 minuta kohë maksimale për të folë. Në momentin që unë ndjeje që po binte gongu, unë aty e ndërprisja. Pse? Në rast se ti nuk e qenë gjendje, ti thush 10 minuta. Për 10 minuta ti nuk e për të thonë më asgjë. Jo, e di pse kjo është. Se këto 10 minuta vetëm damkosin, shajnë dhe nuk japin një mendim. Të paktën Atëherë çfarë do thush? Ke plotësisht drejt, çfarë do thush mas 10 minuta? Të paktën të jenë pak kreativ, ta shajnë tjetrin me terma analoge, por me sa duket edhe fjalorin e kanë varfru. Jo, po se kanë pas që mos varfërohet duhet të kesh pas, jo, s'kan pas fjalor. Bamirë, duke qenë se keni qenë president, dhe e njifti sigurisht më mirë se shumë tjerë, më mirë se ky president po herë, se si e pat vendimin e presidentit për shpalljen e zgjedhjeve, a ka shkelje kushtetuese dhe çdo të ndodhi mendoni ju tashmë pas vendimit që do të ketë gjykata kushtetuese dhe ç'vendim vendim mendoni ju se do të ketë? Se ç'vendim të marrë gjykata kushtetuese, unë këtë mund ta çoj në përmend, por nuk e paragjykoj publikisht. Ja. Gjykata kushtetuese ka drejtën e vet absolute. Jo vetëm që është institucioni më i lartë, por në këtë sistemin
e drejtësisë, por që merr marrëdhënie midis institucioneve. Me zi e thejat fjalën e drejtësisë, me zi doli. Por Dhe që me i vuna i që para, që drejtësisë. Unë e kthej vëmendjen në momentin kur kryeministri masi mori vendimin e zbardhur të Këshillit Bashkiak të Tiranës, i cili u orientu politikisht, absolutisht, sepse janë bërë publike. Ai nxitoi për ta kaluar tek presidenti dhe i futi zgjedhjen në Tiranë së bashku me 5 bashki të tjera. Të tjerat kanë arsye të tjera. Në këtë moment është pyetur gjykata kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese nuk ka kaluar më shumë se sa 1 orë nga dalja e këtij lajmi, ka thonë çdo vendimi i gjykatës kushtetuese që po njoftohet nëpërmjet përgjigjes së kësaj pyetje presupozon që kjo procedurë, çdo procedurë që lidhet me këtë rast pezullohet. Ç'a ndodh këtu? Shkon në presidencë. Presidenca, ku është presidenti, po janë dhe këshilltarët juridik. Nuk e dëgjojnë ose bëjnë sikur se dëgjojnë, dhe dekretojnë. Pra, atë që tha gjykata kushtetuese, Këto e hudhën poshtë. Këto e hudhën poshtë, nuk e dëgjojnë. Apo jo? Ç'a ndodhi mrapa? Shkon dekreti i presidentit shkon kushtetuese. Dhe kushtetuesja mban të njëjtin qëndrim. Pra e konsideron nul, sepse nuk është respektuar ajo që ka njoftuar gjykata kushtetuese, që kjo duhet të ishte pezullu deri në shqyrtim. Shefti ka zgjedhën Tiranë, jo s'ka zgjedhën Tiranë. Pse? Duan këto, s'duan e trajtojnë politikisht ose jo, krijojnë psikosë të rreme. Historia është që në një vend që ka një gjykatë kushtetuese, dhe kur gjërat shkojnë gjykatë kushtetuese, duhet patjetër që të ketë një vendimar gjykatës. Me 31 tetor gjykata merr këtë qëndrim, apo një qëndrim tjetër, atë ne nuk e dim. Mund të marri atë rrugë që mendon gjykata kushtetuese. Por të gjithë aktorët e tjerë janë të detyruar ta presin. A mund t'japi ai dekret tjetër pa ardhur? Jo. A mund të thotë kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të organizojë zgjedhje? Jo. Pse janë ata? Pa emocion fare politik, është çështje e drejtësisë. A tregon një mos seriozitet të institucionit presidencës për të qenë dhe unë pak etik tash, për mos thonë gjëra të tjera. Unë e thash. A është figurë presidenti ky? Jo, kështu nuk mund t'i përgjigjem kësaj pyetje është figurë, por kjo procedurë unë e thash. Tregon që s'ka seriozitet. Të lutem, unë e thash fare hapur. E rëndësishme është si e konsideroj unë këtë. A ka shkelje kushtetuese në këtë rast? Shkelje kushtetuese këtë mund mos ta konsiderojnë si shkelje kushtetuese. Por është shkelje kushtetuese. Por është një gabim i procedurës kushtetuese. Faleminderit. U mundova me ta qit me grep s'të doli. Nuk e gjetë. Ba mirë, kënaqësi me ty gjithmonë. Hajde, Rosh.